Si është gjendja e ekipit pas disciplinarës së panetore? Gjendja e ekipit është ndeshja e fundit. Gjendja e ekipit në përgjithësi është e mirë, po nëse kemi ndeshje që është kundër Dinamos, nuk besoj se është në piksonim rezultati apo na ndihmon diçka në klasifikim. Çdo gjë tashmë është e njohur, edhe të javë mundu me përgatit me ftoj edhe lojtarë nga moshat, nga 16-17, po edhe nga ekipi B. Kjo do jetë edhe nesër ndoshta edhe qasja e onë me shumë lojtarë të ri dhe me një pjesë të madhe që nuk ka marrë minutazhin, edhe kemi për detyrë të japim shans tjetër për të luajtur të bëjmë më të mirë. Këto lojtarë shihen si perspektivë të ardhmen? Po patjetër proces i gjatë, çdo gjë që e bëjmë për të ardhmen, ajo e tashmja mbaroi javë përpara, kështu që me qetësi do shikojmë çdo gjë me emra, po edhe me pozicione. Nesër do kenë hapësirën e tyre, presioni nuk është rezultati, kështu që do shikojmë gjërat të shijojmë nesër dhe të bëjmë ato që ata dinë më mirë. Edhe ne kemi ide të qartë për secilin. Qoftë lojtarët e ri për të parë, do t'i promovojmë, japim mundësinë të shohim edhe sa mund të na ndihmojnë, po edhe pjesa tjetër që s'ka pas kohën ose minutazhin e duhur, kanë shansin e tyre. Që shihni e cëruin tuaj gjatë kësaj kohe të Partizanit dhe synimet për të ardhmen? Po, historia është e lidhur me rezultatet. Historia, analiza është shumë e thjeshtë. Unë personalisht kam marrë me dëshirën për të mbështetur dhe për të dhënë kontributin tim. Kam bërë më të mirën që unë di, edhe analiza bëhet më vonë me ekip që ka qenë prezent ose gati për të luajtur, mundu me marrë 100%. Patjetër që s'kam dyshim që ata kanë dashur me ta më të mirën, dëshira nuk e ka mungu, gabimet teknikisht bëhen nga gjithë faktorët, qoftë nga lojtarët, qoftë nga trajnerët, po kam eksperiencën, sot që flasim, kam një pasqyrë shumë të qartë për secilin individ, po edhe si ekip. Nesër do të vërtojmë, do mundohemi që para Kupës së Evropës të jemi shumë të qartë për grupin që do shkojmë në fazë përjetore dhe jemi gati për Kupën e Evropës. Po që është një proces që do vazhdoj sa më shpejt edhe mbase me klubin do gjejmë gjuhën e përbashkët e ndërhyjmë aty ku kemi në nevojë. Por çdo gjë bëhet me klubin. Dhe një pyetje e fundit për pjesën e merkatos, si e shihni? Shiko, do marrë kjo nesër, do ulem me klubin patjetër, do bisedojmë edhe me stafin teknik. Unë kam një staf që punon një gjithë vitin, ka punuar edhe para se të vi unë. Do të nxjerrim konkluzione se ku mund ndërhyjmë. Çdo gjë do bëhet nëpërmjet aprovimit. Unë e di që dëshira e madhe e tifozëve është të sjellim lojtarë cilësor edhe të jemi konkurrent. Edhe tek ne është kjo dëshirë, të shikojmë mundësitë. Një pjesë e madhe është brenda kontratë, një pjesë përfundon kontratën ditës të nesme, kështu që do bëjmë çdo gjë me qetësi, do bëjmë më të mirën e mundshëm. Gjithmonë bashkëpunim edhe të dalim me një ekip më solid dhe më konkurrues. Gjithsesi është procedurë merr pak ditë dhe i bëjmë gjërat me qetësi që vendimet që të marrim të jemi shumë të qartë dhe mos gabojmë.